E quajta mos mirënjohëse, Labi flet për raportin me Dafinën, sot nuk kemi kontakt. Moderatori i njohur Labinot Gashi ka bërë një deklaratë drejt për drejt në lidhje me raportin e tij të prishur me këngëtaren Dafina Zeqiri. Në një intervistë, Gashi tregoi se marrëdhënia e tyre është ndërprer plotësisht dhe nuk kam asnjë kontakt mes tyre, madje as në rrjetet sociale. Nuk kemi asnjë raport, nuk flasim, nuk jemi as follow në Instagram, u shpreh Gashi. Ai shtoi se ka dhënë shumë në këtë miqësi dhe ndihet i zhgënjur nga mungesa e vlerësimit. Unë kam bërë shumë për të, kam ngrënë bukë me të, i kam qëndruar pranë për vite, por një gjë e vogël i kalon përshtypje, e quajta mos mirënjohëse për ditëlindjen që organizoi. Si është e mundur që një njeri që i ka qëndruar afër për dekada të mos jetë pjesë e asaj dite, ndërsa ishin aty njerëz që s'kan qenë kur afër saj, njerëz që ishin në Big Brother VIP Albania, tha ai. Megjithatë, Gashi nuk harroi të urojë Dafina Zeqirin për shtatzanin. Dua t'i uroj më të mirat pasi po bëhet nën. Më e rëndësishme është mos stresohet, mbi të gjitha është respekti. Kujtojmë që prezantuesi Labinot Gashi dhe Dafina Zeqiri kishin një miqësi të ngushtë prej vitesh. Një raport i tillë nuk ekziston më dhe kjo u pa me mungesën e Labit në festën gjigande të ditëlindjes së Dafinës vite më parë. Pikërisht atë ditë Labi bëri një postim në Instagram me fjalën mos mirënjohëse, duke i bërë ndjekësit ta ludojnë se ishte një thumë direkt për Dafinën.